Në këtë sezon veror, tregu i qirave të banesave në Shkodër paraqitet më i qëndrueshëm krahasuar me një vit më parë. Agjentët imobiliar flasin për një rënje të lehtë të çmimeve ndikuar nga oferta e shtuar. Çmimet e qirave le të themi janë ndarë me gjithmonë dy kategori. Pallatet ekzistuese para viteve 90, pra 1+1 varojnë nga 30.000 lekë të reja dhe 25.000 lekë të reja për 1+1, 2+1 ekzistues, ndërsa për 1+1 e pallatet e reja fillojnë 30 deri në 35.000 lekë në varësi të investimit që ka rënd dhe 35 deri në 45 2+1 pallati i ri në varësi po për pozicionimit, locationit dhe të investimit që ka shtëpia. Ulja e çmimit të qirave këtë verë në Shkodër është më e dukshme te kontratat afatgjata ku pronarët po tregohen më fleksibël për të siguruar qiramarrës të qëndrueshëm. Për tregun e qiramarrësve afatgjat do të ketë një rami rreth 15%, ndoshta edhe 20%, sepse njerëzit më atje tentojnë me lëshu tek një qiramarrës korrekt, se sa shohin edhe çmimin, le të themi, me kanë strikt të çmimi i lartë që me zjarrat të fitimit që i zjarr Airbnb-a. Sipas ekspertëve të këtij tregu, kjo situatë krijon më shumë mundësi zgjedhje për qytetarët dhe familjet që kërkojnë një banesë me qira veçanërisht për periudha afatgjata, ndërsa nuk përjashtohet që gjatë muajve në vijim tregu të mbetet në të njëjtat nivele nëse raporti mes ofertës dhe kërkesës nuk pson ndryshime të ndjeshme.